ndryshoj këtë. Ma për shkas se nëse kthehemi vetëm pak në retrospektiv, në vitin 2014, kur u bë kryeministër zoti Mustafa, deri në atë kohë ishte kundërshtari kryesor i zotit Thaçi. U formua dhe bloku Vlan në atë kohë, siç një 6 muaj. 6 muaj pati blokadë dhe kishte një këmbgulje, por në fund LDK u dorëzu para ambicjeve të zotit Mustafa që t'jetë kryeministër, me marrëveshjen që zoti Thaçi të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme për një periudhë, që më pas të bëhet president. Pra, në atë kohë u dëshmu se e kanë shumë të rëndësishme karrikën. Ra kjo qeveri dhe erdhi viti 2017. Gjatë kësaj periudhës 3 vjeçare, një prej antagonistëve kryesore të ish-qeverisjes Mustafa dhe PDK-s dhe të zotit Thaçi si president ishte dhe zoti Ramush Haradinaj. 5 minuta para orës 12 natës e bën publike koalicionin PAN. Duket Haradinaj ka qenë duke dhënë intervistë në Opinion të Blendi Fevziu kur janë shkëmbi këto komunikimet për qeverinë. Dhe ishte krejtësisht jo parimore. Në fakt, ai koalicioni erdhi vetëm si rezultat që të mbahi pushteti me çdo kusht dhe njerëzit të akomodoheshin përmes pazareve në pozita. Në vitin 2019 erdhi ftesa e gjykatës speciale për zotin Haradinaj, i cili dha dorëheqje. Dhe për herë të parë, shkaku se në atë kohë LDK dhe vetëvendosi ishin në opozit, u forcua LDK, e cila zgjodhi si kandidatët themi për kryeministre zonjën Osmani. Dhe tregoj rezultatin më të mirë në zgjedhjet që ka mund ta tregojnë ndonjëherë duke u renditur e dyta dhe PDK-ja doli e treta. Një diferencë shumë të ngushtë të votave, as 30.000 vota jo, doli zoti Kurti si i pari. Prap urzu kjo qeveri për 51 ditë dhe në fund çka ndodhi, erdhi zoti Hoti si një kryeministër pa legjitimitet themi në korris të votave që grumbulloi zonja Osmani si prise e asaj liste. Dhe më pas erdhën të 14 shkurti i vitit 2021, që ishte një lloj referendumi, një farë lloj ndëshkimi, nga që dhe zonja Osmani u largua nga LDK. Sot, pas zgjedhjeve të fundit, ne kemi një situatë kur vetëvendosja ka dalë me 42%, ka pas një rënje të lehtë në numrin e votave rreth 30.000 vota ndoshta nga zgjedhjet e kaluara dhe kanë filluar prap ambicjet e pazareve. Pra, të tjerët që blokuan deri në këto momente, filluan më së pari me kontestimin e emrit të zonjës Haxhiu. Dhe në fund prap votuan një kandidat televizjes vetëvendosje në krye të vendit. Më pas kishte kundërshtime për nënkryetarin nga rreth e listës serbe dhe prap në fund u votua dikush nga komuniteti serb, po jo i listës serbe, zoti Rashić. Tash e sa kohë ne diskutojmë që krejt ky mllef është ndaj zotit Kurti. Dhe zoti Kurti, për dallim nga krejt pararendësit e tij, i përmenda me radhë zoti Mustafa, zoti Thaçi, zoti Haradinaj, që synonin me çdo kusht postin, pushtetin, po e dëshmon të kundërtën. Gjë që për mua ka qenë befasi, sepse ndoshta shkaku i krejt zhvillimeve të politike të paspavarësisë së Kosovës është diçka që ndodh për herë të parë. Një njeri që shpall si njeriu më i votuar ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve të paspavarësisë, thot në rregull, nëse është toksifikuar kaq shumë atmosfera dhe njerëzit. Ne po i jap konjuftën. Opozitar. Ju e thatë pak më herë, Xhevdet, falë që ndërprej. Vetëm edhe që të fjalë. Okej. Njerëzit opozitar janë kaq kundër meje, atëherë urdhroni zotin Konjufsa që e keni kërkuar dhe si krye parlamentar, me qëllim që të votohet buxheti. Të kemi një stabilitet, pasi po thoni që qeveria në detyrë nuk mundut ta dorëzoj projekt buxhetin, dhe ja ku jemi. Tash, nëse prap do të gjejmë arsyetime, si që kemi dëgjuar deklaratat e partive opozitare, që mos të votohet një qeveri e vendit, shkoj në krizë, atëherë ata të cilë janë blokues kanë emën konkret. A mund të ketë zhbllokim dhe tash ta diskutojmë edhe për publikun që nëse jo, a mund të ketë një mandatar të tretë? Jo.
Jo, nuk pas mund të jetë mandatar gjykimeve të që i përmendi zonja Osmani të gjykatës kushtetuese dhe të frymës Se kushtetuese. thatë nuk është me rëndësi kush do të jetë kryeministri i vendit, duhet të kalojë buxheti dhe duhet të ecën disa procese të tjera. Mirë po, mund